Edon Zhegrova nuk është grëmbulluar nga Juventusi për ndeshjen ndaj Komos dhe pjesëmarrja e tij në sfidën e Ligës së Kampioneve kundër Real Madridit është në dyshim. Futbollisti i Kosovës vuan nga një shqetësim në ije dhe në zonën e pubisit, problem që e ka ndjekur që nga sezoni i kaluar. Trajneri Franco Foda e kishte menaxhuar me kujdes gjatë grëmbullimit me përfaqësuesen e Kosovës, por pas rikthimit në Torino, gjendja e tij nuk është përmirësuar. Igor Tudor konfirmoi mungesën e tij duke theksuar nevojën për trajtim të kujdesshëm. Zhegrova ka zhvilluar vetëm 3 paraqitje dhe gjithsej 36 minuta me Juventusin, pasi dëmtimi e ka penguar të marrë ritmin e duhur. Klubi po ndjek një plan specifik për rikuperimin e tij në mënyrë që të shmangen rikthimet e problemeve. Stafi mjekësor do ta monitorojë ditë pas dite për të përcaktuar nëse mund të rikthehet për ndeshjet e ardhshme.